Përshëndetje miq të emisionit Glamur. Një takim tjetër ky i radhës. Kjo e diel është servuar sigurisht për një temë tjetër diskutimi mbi kulturën. Në teatrin shqiptar në Shkup u vu në sken shfaqja Rikardi III nga Shekspiri, në regjit të Kushtrim Bekteshit. Shfaqja Rikardi brenda vetes trajtoi tema, por ajo që dominoi më së shumti ishte tema e ardhjes së pushtetit përmes intrigës, dhunës dhe manipulimit dhe pasojat që sjell sundimi i një Tirani. Në shfaqje trajtohen temat e luftës së përgjakshme për pushtet, korupcionit mbi të gjitha korruptimit të mendimit kritik dhe zërit intelektual, bullizmit dhe pasojat që i sjell ky fenomen shoqëror, dezinformimit dhe propagandës politike si mjet për të mjegulluar të vërtetën dhe manipulimin mes masës dhe demokracisë. Ne ishim prezent në teatrin shqiptar dhe nëpërmjet objektivit të kamerës sjellim pamjet, kurse për mikrofonin ton u prononcua regjisori Kushtrim Bekteshi dhe aktori Adem Karaga në rolin kryesor Rikardi III. Rikardi III është një nga figurat më të ndërlikuara që William Shakespeare ka krijuar në historinë e dramaturgjisë. E shkruar në fund të shekullit 16, kjo tragjedi sjell në skenë një personazh që ndonëse i dëmtuar fizikisht, shfaq një mendje të mprehtë dhe një ambicie të pangopur për pushtet. Rikardi përmes një monologu hapës të fuqishëm, i njeh shikuesit me planet e tij të errëta dhe i përfshin ato në botën e intrigave. Veprimi i Rikardit ngre pyetje të thella mbi natyrën njerëzore, drejtësinë, ndjenjen e inferioritetit dhe urrëtitjen që lin nga përjashtimi. Ai përfaqëson figurën e individit që për shkak të plagëve të brendshme dhe ambicie të pakontrolluara, kërkon të studiojë dhe të shkatrojë çdo gjë që e rrethon. Shkruar në fund të shekullit të 16 nga William Shakespeare, kjo tragjedi monumentale, Rikardi III, sjell në skenë anën më të errët të natyrës njerëzore përmes luftës për pushtet, hakmarrjes dhe stundimit tiranik ndaj të tjerëve. Regjisori Kushtrim Bekteshi ka sjell këtë vepër me një interpretim bashkëkohor, duke theksuar paralelizmat midis personazhit të Rikardit dhe figurave tjera historike të cilat i kemi të njohura. Në këtë version Bekteshi ndalet te ngritja në pushtet përmes intrigave, manipulimit dhe dhunës, si dhe te krimet që vinë si pasojë e sundimit autoritar. Tronditëse dhe aktuale, vepra prek fenomenet e korrupsionit, manipulimit të së vërtetës, përmes propagandës politike dhe efektet e bullizimit në shoqëri. Kur flasim për karrierën artistike, unë e di që një rrugë e shtruar mbi punën tënde, ka të bëjmë autor të njohur, autor të dëshmuar, autor të cilët, si ky radhës Shakespeare, i cili pikrish kjo vepër, është shkruar diku para 5 shekujsh, dhe sot vihet në skenë. Ka qenë sfiduese për ty? Sigurisht që po, sepse veprat e Shakespeare-it janë sfiduese për çdo regjisor dhe çdo institucion teatror e çdo aktor, sigurisht. Sidomos veprat e tij të quajmë monumentale, tragjeditë e tij monumentale, ku hyn edhe kjo vepra e Rikardit III, pastaj Hamleti, Macbethi, Mbreti i Lirë kështu me radhë. Do të thonë sigurisht është sfidë e madhe dhe çdo herë kur interpretohet në skenë Shakespeare është ngjarje për një teatr, ngjarje edhe për një shoqëri, edhe ngjarje kulturore, sigurisht sepse janë vepra të cilat para 5 shekujt janë shkruar, po ende i flasin aktualitetit, sepse flasim për njerëzin, flasim për natyrën njerëzore, për kompleksitetin e natyrës njerëzore dhe flasim për aspekte të cilat
Ka ndryshu kohët, po vazhdimisht i kemi lufta për pushtet, intrigat, manipulimet, e kështu me radhë dhe kjo vepër realisht flet për autokracin në e sundimit, flet për një autokrat i cili vjen me dhunë dhe intriga në pushtet dhe pastaj për shkak një traume ose për shkak një defekti ta quajmë në boshtin kurrizor, ka qenë i bullizuar si fëmijë, që është fatkeqësisht ka qenë shumë i bullizuar, mirë po pastaj fillon edhe ajo i shndrohet në një urrëti për gjithë njerëzit përreth dhe pastaj do t'i shkatrojë gjithë. Figurën e Ricardit, si e mendove fare në fillim kur vendose që ta bësh këtë vepër? Ta lësh me gjitha tipare të cilat ne i kemi lexuar në veprën e Shakespeare-it, apo mendove që të fusish dhe diçka njerëzoren, diçka të ndjeshmen? Njerëzorja është, absolutisht që është, sepse Shakespeare jo rastisht është gjeni. Autorët gjenial nuk e trajtojnë, nuk i tipizojnë personazhet, nuk i shohin bardhëzi, sepse janë shumë ndjehapur, ato shohin gjitha komponentat që e përbëjnë një njeri dhe sigurisht jo rastisht Shakespeare këtu ka dhënë edhe skena ku shifet sa i bullizuar ka qenë Ricardi, po çfarë ka shkaktuar ai bullizim, çfarë deformime ka shkaktuar në karakterin e tij që ai bëhet ai Ricard që ne e shohim në skenë, sepse njeriu nuk bëhet, njeriu si natyrë është e mirë kur lind, po besoj që rrethi, familja, shoqëria mund ta deformojnë. Mirë po në këtë rast është shumë tragjike për një shoqëri kur një personazh që ka pësu deformim karakterial nuk dërgohet në psikiatri ose të merret psikologu me të, po ai fiton pushtet. Edhe pastaj e pësojnë gjithë që janë përreth, sepse ato deformime karakteriale ai do i nxjerrin në veprimet e tij absolutiste. Gjatë sundimit këtu flitet për një sundim absolut, sigurisht, nuk është demokraci, si më thonë, edhe pse jo edhe demokracia që nuk ndodhen kështu gjëra, quhet demokraci, po me mjetet ndryshme dhe mund dikush të sundojnë në mënyrë absolutiste ndaj një shoqërie. Ata që e njohin mirë këtë vepër, mendon që do gjejnë diçka të ngjashme me politikën globale sot? Po ky është edhe motivi im për ta interpretuar në skenë. Jo rastisht e kam zgjedhur në këtë periudhë, sepse secila vepër është universale, veprat e Shakespeare-it janë universale, po dush në farë mënyrë regjisori të ketë çfarë të thotë me një kohë caktuar me atë vepër. Edhe motivi për ta interpretuar skenikisht veprën Ricardit III më ka ardhur nga koha kur filloi agresioni rus në Ukrainë. Edhe kur u prish ajo balanca një paqe të brisht në botë, edhe kur filloi me të madhe, domethënë të flitet që edhe ende nuk ka përfunduar luftë, që mund të jetë edhe inicimin e luftës së tretë botërore, ku mos e thash Zoti përmendeshin edhe bombat atomike, kështu që këto janë vërtet jo shkatruese, por këto mund ta rrezikojnë gjithë civilizimin dhe gjithë ekzistencën e njerëzve. E Ricardi është një tip, një model i tillë, një karakter i tillë i cili e urren njerëzimin në farë mënyrë. Ai vjen me dhunë dhe me intriga në pushtet, edhe ai ka synime absolutiste, ka synime hegemoniste, edhe është në gjendje të shkatërrojë gjithçka përreth vetes. Edhe atë frikë, domethënë ata këtu besoj që bota e përjeton që nga ai agresione, lufta tash në lindjen e mesme, shtimi i autokratëve gjithandej, që është në rritje, tregojnë edhe sondazhet edhe në vendet evropiane që si më thon forcat politike të quajmë ekstremiste djathiste, janë vetëm në rritje, domethënë edhe kjo është gati një farë, mos e thash Zoti, po gati si një rishfaqje, një lloj mënyre ose një lloj ose një farë forme fashizme. Po erdhi ajo atë gjithë jemi të rrezikuar, gjithë globi është i rrezikuar. Në aspektin dramatik, jam kurioze të di në uljen e parë në tavolinë, ka ndryshuar diçka nga vepra deri në premier? Kanë lëvizur gjërat? Kanë lëvizur, sigurisht kemi pas ca shkurtime, sepse para se ta filloj unë provën me aktor, sigurisht regjisori para përgatitet me muaj, kam bërë shkurtimin e parë gati final, ku realisht janë shkurtuar diku 60-70 faqe, po janë heq pjesë më shumë që kanë të bëjnë me historinë ose me sa gjëra që për publikun tonë edhe nuk komunikojnë, sepse Shakespeare kur e ka shkruajtur Ricardin atë po bëj digresion, ai është bazuar në fakte historike, nga historianët edhe është mundu çdo aspekt historik ta trajtojë edhe emrat e gjithë personazheve që kanë ekzistuar real në kohën e Ricardit të vërtet. Edhe unë kam bërë shkrirje disa personazheve për të pas kontinuitet personazhi. Edhe kam bërë shkurtime gjatë procesit sigurisht që kemi bë një zhvendosje të skenave, ku kemi pas sepse na duhet edhe për çështje teknike, po edhe për çështje të ritmit shfaqjes, kemi bërë shkurtime plotësuese, po pa e rrezikuar asnjëherë rrjedhshmërinë e ngjarjes. Kur jemi te ritmi, më fol pak në gjuhën profesionale për ritmin e shfaqjes.
Ritmi, tash në profesionale është më mirë t'ja shpjegon muzika, do me thënë, nuk ka të lidhje se shpesh ngatrohet ritmi me tempon. Ritmi është gjuha, struktura dramaturgjike e shfaqjes, si zhvillohet, struktura zhvillimore e shfaqjes. Ma profesionalisht s'di se ta them ndryshe. I ke përzgjedhur personazhet, ma thuaj pak karakterin e çdo njërit prej tyre, pse vendose pikërisht ata? Ajo është një gjë që tash sigurisht ndoshta edhe e shpjegueshme lehtësisht, sepse secili regjisor duke u marrë me veprën, analizon veprën, pastaj krijon një vizion për atë vepër, si do ta inskenojë në skenë dhe fillon edhe ti kërkojë ato ngjyrimet e personazhit si do ai ta interpretojë në skenë, dhe duke i njoftë ato ngjyrime, pastaj kërkon ngjyrimet e X aktori, edhe është një proces sigurisht që merr kohë. Unë e kam procesin më të vështirën, në moment fundit e jap ndarjen e roleve, nganjëherë më ka ndodhur edhe 2-3 ditë para se ta jap ndarjen e roleve, kam bën një rilexim të veprës, kam marrë me një ide tjetër edhe kam bën një zhvendosje. Me thënë, nuk di si mund ta shpjegoj, është diçka më shumë në suazat një intuite, suazat një vizioni regjizorial nuhati, se sa që ka parametra. Edhe realisht absolutisht jam i kënaqur me ndarjen e roleve, duke nisë nga Ademi, shkumbinin që e kemi mysafirët Teuta, Vjolca, Mernisi, Mentori, Abedini, Osmani, Muçi, mos ti përmendi Genta, Sara, inshallah se kur nisim me përmend të harroj diganin, do të thonë deri te Denizi e Sabina e Denizi që është student. Do të thonë jam shumë i kënaqur edhe shpesh e di që spaku shfaqjet e mia lloj komentesh ka pas, po deri më tani nuk kam asnjë koment që më kanë thënë që ja ke huç me përzgjedhjen e këtij roli. Gjithmonë aty kam qenë komplementum. Po marr parasysh ta është pëlqy shfaqja, nuk është pëlqy më shumë më pak, po ndarjen e roleve asnjëherë nuk kam pas komente se këtë rol e kishte, këtë vizion regjisorial që e ke, filan aktori do ishte më i përshtatshëm. Sepse shumë e kam të rëndësishme ndarjen e roleve. Sepse ajo është 50% mbi 60% e suksesit. Po, dhe unë e kam shumë të rëndësishëm këtë moment, sepse dua të ndalem bashkë me ty. Ata janë aktorët të cilët ne i shohim deri në fund të shfaqjes dhe i duar trokasim. Po janë një gardë e gjithë atyre të cilët ndodhen pas prapa kuintave dhe bëjnë një punë të shkëlqyer, duke të shoqëruar edhe kostumografët, edhe të gjithë të tjerët të cilët të kanë qëndruar gjatë gjithë kësaj periudhe afër. Më thuaj përzgjedhjen e tyre si e ke bërë dhe sa ke punuar pikërisht në qepjen e kostumeve, në ndërtimin e muzikës dhe kështu me radhë. Edhe dritat, edhe gjithçka. Kam pas vështirë sepse bashkëpunëtorët scenograf, kostumograf dhe kompozitor janë disa shfaqje që i bëjmë bashkë, domethënë thjesht janë bashkëpunëtorë të cilët ju besoj 100%, ata ma njohin, e njohin shijen time, jemi me një frekuencë të mendimit, konceptualisht kuptohemi shumë lehtë, domethënë kostumograf është Sam Kaferri, scenograf është Betim Zeçiri dhe kompozitor është Trimor Dhomi, që të tre emrat njohur më për teatrin, po edhe për filmin. Ndërsa aspekti tjetër është absolutisht aspekti teknik, punëtorët e skenës, stafi teknik, që teatri shqiptar vërtet i ka të mrekullueshëm. Me thënë mund të them që është teatri më i konsoliduar në hapësirat shqiptare, edhe me staf teknik në këtë rast, edhe me hapësirën dhe godinën, se pas stafin teknik që rrim prapavia që tani derisa po e bëjmë intervistën po punojmë, nuk bëhen shfaqje sigurisht. Ata janë të heshtur, janë në hije, mirë po janë shumë, gjithmonë janë pozitiv dhe gjithmonë janë përkrahas të produkteve artistike në teatrin shqiptar, dhe jo rastësisht teatri shqiptar është, me thënë, ka të emër që kanë hapësirat shqiptare. Kushtrim, më thuaj, sa i mungon botës artistike në Maqedoni një sy kritik i cili do të kishte vënë pas sigurisht veprat e gjithë atyre të cilët vihen në lojë në teatr. Do kishte qenë i hapur për këtë mënyrë? Absolutisht, po ajo është e domosdoshme, mirë po është shu. Nuk ekziston fatkeqësisht. Unë e mbaj mend fillimet e karrierës time, ta quaj, pas diplomimit, bile edhe para diplomimit, kishte kritik që vinin edhe shifnin, kritik të lezetshëm, kritik që kanë ndjek teatrin me vite, kritik që ndjekin punën e çdo aktori dhe regjisori, edhe thjesht kur e zbërthejnë ato shfaqjen ti ndihesh i lumtur edhe po patën një kritik sepse kanë ditë ta lexojnë interpretimin tënd. Sot shkruajnë kritika, ka kritik të mirë, po rrallë herë shkruajnë, po shpesh mungon ky leximi, njohja e teatrit, edhe leximi i interpretimit regjisorial, sepse regjisorin e dallon originalitet, e bën original si i qaset një vepër, edhe si e interpreton atë vepër, edhe si e sjell në skenë. Edhe unë me zi pres të vinë kritik cilët e njohin, edhe let
kritikojnë gjërat që nuk kanë shku, po të shoh që kanë kuptuar gjitha elementet e shfaqjes. E ndjekin aktorin, e shohin kjo aktor çfarë solli diçka të re në këtë rol, apo është i njëjtë me një rol tjetër, më kupton, a ka një zhvillim, ka një përparim, ka një ngecje. Me thonë ajo kritik shumë e thellë na mungon. Tash shumica po shkruajnë, si me thënë, me vullnet të lirë, dhe ai normal që kritiku do të paguhet jetoja nga puna që ai të vihet shofe një shfaqje, 2 shfaqje, 3 repriza, të vjen provë, për sepse nuk mundet me një të parë ti zbërthesh gjitha gjëra, duhet disa. Po kur s'paguhet, ju falenderojmë gjithë atyre që shkruajnë edhe me një të parë, dhe me thënë vim premier, e sa do kudo lejnë një gjurmë të asaj çfarë ka ndodhur. Mirë po për ta shkruajtur një kritik vërtet voluminoze, duke u nis nga autori, historia e interpretimi, duhet disa arshifet shfaqja dhe ai njeri duhet të jetojë për asaj pune që t'ja përkushtojë kohën e dur. E kuptoj. Ke udhëtuar mjaft në festivale kombëtare dhe ndërkombëtare. I ke takuar pikërisht këta kritik të cilët të kanë lënë përshtypje me mënyrën se si kanë diskutuar me ty për një shfaqje të caktuar në të kaluarën? Po, ka qenë Adriatik Kallulli ndjeri. Nebi Islami është një prej tyre i cili tash normal që dramaturgu. Kemi në hapësirat shqiptare, por shumë më rrallë shkruajnë. Agron Gërguri, për shembull, shkruan shumë mirë për teatr. Tash s'po di kush tjetër. Më herët sigurisht ka pas Mazeva, ka qenë një kritike maqedonase dhe ai ka pa me sy shumë, se me thënë, shumë kritik, pozitiv dhe negativ shfaqjet dhe ka shkruajt mirë. Po edhe këta disa të ndjerë, disa që jetojnë, shoh që rrallë me rrallë marrin edhe kohën ndajnë për të pa, dhe ndoshta edhe mosha ka ndiku, po edhe sigurisht ndoshta nuk shohin satisfakcion, se me të thënë drejtën edhe kanë drejt për një gjë, sepse ka ndodhur, kam dëgjuar, ka ndodhur shumë raste kur kanë shkruajt për një element ose gjëra që nuk ecin shfaqje, ose qoftë për regjin, qoftë për aktrimin, kanë pas shumë sulme verbale edhe janë tërheq, dhe me thonë, thjesht si kur ka humbaj guximi edhe i kritikëve ta thonë troq edhe pa pardon të vërtetën për një shfaqje. Do me thonë që të gjithë do pajtojmë, është prapë edhe kritika është një mendim, një qasje një kritikut. Asnjëherë nuk është 100%, as kur të lavdron, as kur të kritikon për gjëra që në kanë qalu, po mjafton që dikush vjen edhe ndan kohën për ta zbërthy shfaqjen, edhe për ta kuptuar vizionin tënd fundja regjisorial, për ta analizuar lojën e aktorëve. Kur jemi te dramaturgët, unë jam shumë kërështare di sa të mungon ty diçka e shkruar sot. Në çfarë kuptimi është? Një dramaturgiri me një vepër aktuale të cilën e sjell të shkruar në kohën të cilën ne jetojmë. Po, unë kam punu vepra të tilla. Do thënë kemi dramaturgë, unë kam interpretuar në skenë ose kam skenu 2 vepra të Refeta Bazit, një tjetër në Zirajt, Stefan Qapalikut, Dimitër Anagnostit, do me thonë në moment që gjej një vepër e cila më ngacmon, edhe ka brum të mirë dramaturgjik, nuk do gjej çfarë do mënyre të gjej edhe teatrin edhe do i skenoj sigurisht, se janë shumë normal që vepra që i flasin për kohën e sotshme edhe janë shkruar nga autor shqiptar, komunikojnë shumë më lehtë me publikun. Edhe fatmirësisht teatri shqiptare, gjithë edhe teatri shqiptar, sidomos në këtë rast, është gjithmonë i hapur, edhe gjithmonë është i mirëpret propozimet e regjisorëve që vinë për të inskenu një vepër të autorit shqiptar. Me mediat, si qëndron? Të mbështesin në rrugën tënde të cilën e bën në mënyrën më profesionale të mundur? Absolutisht që po. Unë nuk jam mirë me mediat. Mediat janë mirë me mua, sepse të më drejtën jap intervistave këtëm kur kam do një produkt, ose kur kam çfarë të them. Shumë shpesh i shmangi, ndoshta nganjëherë edhe ka tërmbetin këtë rast, po mediat e ndjekin edhe punën time, edhe promovojnë punën time edhe teatrove, kështu që absolutisht në këtë aspekt jam shumë falenderues edhe mirënjohës, po nganjëherë mendoj që duhet njeriu të flasë kur ka çfarë të flasë. Unë i shmangem intervistave të vazhdueshme vetëm për dalë për të thënë diçka ose për të qenë gjitholog i gjërave. Jemi më kompetent të flasim për punën që e bëjmë, ose ndonjëherë normal kur flasim edhe për artin e kulturën në përgjithësi. Po, mendoj që edhe këtë aspekt dëm të madh i ka bë këtij promovimit, si me thënë, esencial të punës tonë, i kam bë këto çështjet e internetit, e portaleve, nuk e di, jo profesionale po flas, ku shpesh krijon opinione që e thot edhe, harrova si e pat emrin tash, ky regjisori grek që bëri edhe këtë fjalimin për ditën botërore të teatrit, e thot shumë mirë, si ti luftojmë kompanit
e opinioneve. Realisht edhe ato për rrezikojnë artin edhe teatrin, sepse piketohet dikush ose një grup i cili ka mbrapa vetës një kompani opinioni edhe krijon opinione ende pa u dhënë produkti, qoftë i mirë, qoftë i keq në këtë rast. Kemi kuptuar për tempon, për ritmin, për personazhet, po dhe një emër i cili vjen edhe pse aktorët mund t'jenë tëftuar mysafir në një qytet caktuar, po në shtëpinë kult të teatrit nuk janë mysafir, atëherë janë në shtëpinë e tyre, apo jo. Shkumbini Strefi është pikërisht kësaj radhe në këtë vepër të cilën ti e ke sjell. E kishe menduar për këtë prurje, apo? Nuk ndaj asnjë rol, po se mendova. Domethënë aty ka një historik drejtardhja Shkumbinit, ishte varianti Refetin ta kemi, pastaj u tërroq Refeti me arsye, edhe pastaj varianti tjetër ishte Shkumbin i Strefi, i cili normal që si natyra ndryshojnë, po unë shifja ato ngjyrimet e ngjajshme, çfarë mund sjellin skenë bashkë me Refetin. Sigurisht pastaj i përshtatem pak edhe natyrës së cilit aktor, edhe jam shumë i kënaqur me bashkëpunimin me Shkumbinin, vërtet ishte kënaqësi bashkëpunimi me Shkumbinin. Unë kam punuar me të në film, aty kam pas një bashkëpunim të jashtëzakonshëm, po në teatr nuk e kam parë në teatr më pak sa në film, po nuk e dija si funksionon në teatr, kështu që e njëjta përshtypje që kam gjatë filmit e kam edhe për në teatr, domethënë, aktorët e kompletuar, aktorët e mirë, gjithmonë janë bashkëpunëtor të mirë. E keni për detyrë dhe duhet të bindemi. Po, duhet të bindemi, se ne jemi qaba qujtë e mbretreshën. Nga të mirë, fa! Po shkoj drejt të mbretit dhe gjithë shka që duhet të bëjë vetëm për të shliruar ty, do të bëjë si kur të queja me jushën e mbretit botët do të bëjë. Po kemi një gjurë që në gjithë. Sot në e vlezër dhe nuk më ndonë më shumë nga që mërë me me në klasë. E di, s'ta përqen as njerë prej nesh. Po më biri i të zjasë shumë. Do të të nëzirë sa në ose do hy unë për ty. Dhe të më kitu rinë, pa. A që të bëj, jam të mirë. Shtë bësh. Shko në ullën, kus do të këna e shkuar, ma o klarën se në njërë. E shporë të duha se shumë shpejt në të qojnë paraj që bilu. Për në një qilë, të dore ime. Të vazhë dite e barim, zot? Të marë paci, së të jasnic. Mirë se dojnë të jashtë. Na e të pasër, a? Pak. Përposi shkuat atë burri, zot. Si një përkosur me durimin, zot? Ama do të praj që do të ashtë përbleja të rrë që më bësh kaktar. Po, pa të shimë. Ashtu ja bërë edhe klarësi. Armisht tua janë edhe të ti. Edhe ja, Shqiponja më pëllët brenda, qifta dhe orla në grevisi sheshit. Po shtëreja në si në sandejnë. Nuk ka asë që më të keqë nga jo të gjej këtu i zot. Mbreti është të mu. Edhe kam frikë të desë. Shumë pavë po kjulem që në i keqë. Shë keqë. Ka kohë që në nërë të shtërat të shkrejnë. Po edhe e ka munduar më vetën mbreti. Vetëm kër e kujtojnë bëhet zemër të sobë. Po si, në shtratë, është? Shtratë. Shkoni për pare, do t'ju vi unë pas. Miru pafshim! Shpresoj të mos rrojë. Ajo, kësë të e quër në paraj të tjetë. Po shkoj t'ja shtoj të rejtë, në provë, të takura. Po të smëndare të kishë. Lërën si nuk i qenë e nesë. Pastaj e për dalevë, zotin mbretër dhe të malerë të botë, me lejtë janë. Pajse, po të vogër të vorbiku. Do martoha. Mos më prishtë të punë me i kam rarë burin edhe vjerën. Mënyra më e mirë që të pajtoj kopinën është që të bëhem burë edhe vjerën e saj. Po kështu do t'jam rejtë. Nëse jo ka që për i dashurisë, për një qëllimi fort të fshet që duhet të arritë duke e martuar. Pa e sa të panë që guardi, mbretëron, klarën si ronë. Bësa, t'jem vetë në fronë.
presën, gushmoj me ca plak të më. Më pret mua të zezën kur të vdes ai. Vetëm një fatkeqësi, kjo vdekje e burit. Me vdekjen e një buri të këtij do të gjitha fatkeqësi. Rikardi III bëhet kështu një pasqyrë për botën moderne, ku lufta për pushtet shpesh shoqërohet me shtypjen e mendimit kritik dhe përdorimin e dezinformimit për të manipuluar opinionin publik. Shfaqja synon të ngrej pyetje thelbësore mbi demokracinë dhe rolin e qytetarit për të mbrojtur të vërtetën e lirisë. Po, në fakt, gati po bëhen gati 3 muaj të plota të një pune kolosale që po bëhen bashkë me regjisorin, kushtrimin dhe gjithë stafin e teatrit shqiptar. Do doja të veçoja edhe mysafirin Shkumbini Strefin, i cili na vjen nga Prishtina, gjë që vërtet më gëzon shumë për situatën e hapur që teatri ka dhe ne bëhemi pjesë gati e gjithë përfshirës. Është e vërtet, Rikardi është shkruar, do thënë gati mbi 500 viteve më parë, dhe na duhet pak kohë për ta sjellë në kohë. Në kohën atë që ndodh sot. Fatkeqësisht atëherë shkonin koka. Sot nuk ka ndryshuar absolutisht asnjë gjë. Ne jemi dëshmitarë të kohës që jetojmë në një globalitet gati të tmerrshëm. Mundësia e informacionit që sot kemi në plam të dorës na lidh qoftë edhe emocionalisht me informatat që marrim. Kështu që unë besoj që nuk ka absolutisht asnjë ndryshim. Rikarda ka pasur, ka dhe fatkeqësisht duket se do ketë. Po kjo që do ndodhi, shpresoj të japim një mesazh që ajo dhimbje e madhe e cila përcillet nga gjenerata në gjeneratë, nga shekulli në shekull, nga dekada në dekadë, që të fillojë të zbutet brenda kohës edhe këto lloj fatkeqësisht të jenë më të buta, pa shumë gjak. Shfaqja flet edhe për nuk mund të bëhesh Rikard. Do thënë, unë besoj në mirësinë njerëzore. Po fatkeqësisht ndodhin edhe shumë gjëra të cilat fillojnë në një farë forme bullizimi si fëmijë, rrethanat, situatat, mospërfillja, sjellin deri te një situatë e tmerrshme ku njeriu i del brenda për brenda bisha, i del brenda për brenda hakmarrja, i del brenda për brenda situata nga më të ndryshmet për të ardhur deri te një ambicie e tij e smur. Rikardi, nëse do mund ta sublimoja në tërësi gjatë punës dhe provave të gjata që kemi pasur, është një anekdot që e kam cek në disa vende, një anekdot e vjetër afrikane dhe thot, fëmia i cili nuk është përqafuar nga fshati, ai do e djegi ata që ata të ndjejnë ngrohtësinë e tij. Dhe mendoj që në thelb kjo është Rikardi. Ne të gjithë lindim fëmijë të pastër, engjuj dhe rritemi varësisht nga rrethanat, bullizohemi në forma nga më të ndryshmet dhe vim faktikisht të tjerët duket sikur ndërtojnë bishën brenda nesh. Thjesht mund të jetë edhe një element mbijetese i formës së kafshës njeri. Adem, prej momentit të parë kur ulën në tavolinë bashkë me kushtrimin, deri sot, si e përjetove Rikardin? Për të qenë i sinqert, kemi bërë një punë jashtëzakonisht kolosale. Do duheshe të kemi folur për shumë situata, ndoshta natyra ime nuk ka qenë shumë afër pjesës mendore të Rikardit. Dhe çdo situatë, Shakespeare jo rastisht është. Shakespeare mbijeton kohës, i ka mbijetuar 500 vjet dhe do mbijetoj edhe 1500 tjera. Fundja është i gërshetimi i antikitetit dhe i të ardhmes. Sa më shumë që hyj thellë brenda tij, aq më shumë do mësosh një gjë të re dhe është një labirint i pafund. I hulumtimit
qoftë shpirtëror, të brendshëm, po edhe ati fizik. Dhe kemi qenë shumë të kujdesur ku do e drejtojmë këtë lloj personazhi. Dhe çfarë duam të themi sot me këtë lloj personazhi. Gjë që flet edhe gjithë ansambli i shfaqjes. Ka qenë punë jashtëzakonisht e madhe, vërtet punë e lodhshme, besoj produktive dhe shpresoj që spektatorët do kënaqen në atë që kemi bërë. Ekipi përbëhet nga 18 aktor, ku në rolin kryesor është Rikardi III nga aktori Adem Karaga, pastaj kemi aktorin nga Kosova, të mirënjohur për publikun ton nga filmat dhe serialet televizive, Shkumbini Strefi, si dhe aktorët ansamblit të teatrit shqiptar, Teuta Ajdini Jegeni, Vjolca Bekteshi Hamiti, Amernis Nokshiki, Abedin Alimi, Osman Ahmeti, Muzbajdin Qamili, Dritro Ame, Fisnik Zeqiri, Mentor Kurti, Genci Mirzo, Rahim Ramadani, Sara Bajrami, Gentiana Ramadani, Hetem Metemi, Sabina Memishi Aslanaj dhe studenti i aktrimit Denis Rustemi. Skenograf në shfaqje është Betim Zeqiri, kostumografe Sam Kaferi dhe kompozitor Trimor Dhomi. Edhe le, që kërstonin vatërën tonë në gjithë detit të zorosën të verë. Kurorët e fituara për luftën e zbukurojnë balli për të dotu. Armët e qara varën për stëri. Ushtrimet i këmbyën në gostirat. Marshet ushtarake, valzimet, edhe marshet i minut, i zoti luftës. E zboti balë dhe vudër. Me të hyrë kalli për në tosë. Kao tapën të shtarë. Po idhë, hopti në odër, e në i zonjë, pas urdhërit e pëshplot në udhës. Po, që s'kam shtatë për të dalë tukë. As t'i bëjnë korë, pas qyrës në sëtarë, që u preva mos më keqe më mungon, qëto hirë që ka dështori për të tundur në odër dhe në nuse për të redhë. Që më këput qdo farë për bukurie. Në urejta prej natyrës rejnjështare, cilë. Moldi në botën e primorë dhe para kohës. Shkatanik, regjë. A që shtojnë banik e ndryshen nga të tjerët se edhe qenë. Më lejnë kur kaloj, ku shqepoj për tyre. Në këtë kohë paqe e kur. Të betës i azuri vendin gajda, nuk më betë asi e glendinë, sër ka dhe kohë. Përvec se shanë djelë, i e tinë, dhe t'i thurë kanë dhe të se shënture. Pra pasi mund t'jenë dhe shnori njërë, po i m'lejë kësinë nga ditët e rëndishtë, u japë fundë. M'japë, ma! Do silën si vizorë dhe do t'i përbusë nga kësinë të tyra. Ka përgatitur plani kështëri që shkrimet shpipura e povecira sa gojesë u mundas një përmenë. Të ndes një mëri në disë vlezën e klarës dhe mbreti. Një mëri për vdekje. Dhe në qëftë në mbreti kryqë. Një besës sa jam unë një papes dhe dinak. Që sot e qonë klarës si në burë dhe në pushet profecia cila po që gëja do t'jetë. Vrasi të shkitarëve të duarët. Primu mi. Ka ku po vej klarës. Klarës, la! Dita! Klarës, që me thonë në rëja që të përcia. Madhëri e ti, nga dashuria që t'jemi sigur të urdhëroj këtë përcjellje të bashkëpjerë në Pirkë. Se kam emrin Gjergj. Për këtë të shpite nunin tënë. Mos po mbreti kanë i qëllim të përgzojsh për sëri të takëm e emrin e kryshterë. Po që është shkaku dhe afuaj? Po një kërë të tatia po të betojnë ende se ti. Madhëri e ti ju beson ëndrave e profecive. Nga alfabeti e hoqë shkron një në gëse një faltari ta, që nga jo gë të vinë shtra shukimi fisit ti. Dhe me që emri im Gjergj fillon me gë, i thot me ndja që ajo gë jam unë.
Ja, këto dhe tjera gjimta si këto është të mbretin më përkosat. Ja se shta qenë va, kur kratu të veqi burra. Po nuk është mbretja i që të qonë në pirë. Po e shoqja, ajo, mbretresha, ajo e cikë të shoqin të marri masa ka që të bretë. Pa nuk ishte ajo dhe vlau i saj Konti Rivers që quan zotin Hastingsburg dhe nësi doli sot së andemi. E kemi kokën në rëzik, na. Përshien të gjithë jemi rëzik. Dhe të shpisin mbretëreshën si jo. Edhe lajmë si qendë natën qapejak midis madhërisë të tjë dhe zënë shkone. Po e vërdet, la. Po e nuk e pa, qëfar të shkutje për mujti për i lordi Hastingsburg. Po të gjohë. Forma e vetme që duhet t'i hymë në shërbim asaj që mbretit në ketë në sytë mirë. Kërkoj djesë të arcive, falni. Por madhëria ti ka dhe nuk përdër të prejë që të mos të joj asë këndi që ma do të krave që ata i. Ku mendoj me zëlla. Ashtu? Ne nuk flasim për trastira, me. Vetëm themi se mbreti ka vetia në virtytet më va, që mbretëresha zemër madhe. është e bukur fisnike. Po edhe zonja Shorë që ka kam të kolle, buzët si qërshi. Miq, ka qenë kjo gjitha që kishim servuar sot për ju, duke u sjellur këtë material sigurisht nga premiera e shfaqjes Rikardi III. Për gjithë ju të cilët nuk keni qenë, duhet me patjetër për ta vizituar, për ta parë shfaqjen dhe për të sjellur një analizë ndoshta nga syri juaj kritik. Do të vazhdojmë të jemi gjithmonë në lupën e ngjarjeve kulturore, por që gjithmonë diskutimet më interesante të javës do t'i sjellim ditën e diel. Deri atëherë, mirupafshim.